Kemi humbur në Skënderaj, në Dernas, në Prizren dhe në Ferizaj. Nëse shikojmë me kujdes, rezultatin zgjedhor del që në 4 komuna ka qenë humbja më e madhe. Përshëndetje miqdashur, mirë se vini të ta ngellin analizë. Shkojnë videon e radhës Bedri Hamza dhe PDK-ja. Sepse miq në komet televizion apo program televiziv që nuk del PDK-ja, edhe me thonë, edhe AK-ja, edhe LDK-ja, po si të mos PDK-ja, LVV-ja ka hup. Unë si kuptoj miq të dashur, në secilin komunë, lëvizjave të vendosje, i ka, nuk muna më thonë se secilin komunë, po për një komunat kryesore që janë të Kosovës, është për 1050 që ka fituar lëvizjave të vendosje. E para, lëvizjave të vendosje përsëri më rrin 53 deputet, 52-53 deputet. Edhe del Bedri Hamza edhe gjithë tjerët thojnë që i ka hup Albin Kurti votat, kjo miq është çmenduri për sy të bollët. 4 komuna dveta që këta qeverisën i kanë hup votat për 50.000 vota. Edhe kanë ftyrë me dalë me thonë para publikut që ne kemi fitu, ne e mojtëm Albin Kurtin, jo bravo të qovë Bedri Hamza dhe gjithë PDK-s. Shkojnë miq. Edhe për më keq, në 4 komunat Partia Demokratike e Kosovës qeverisin në nivel lokal. Ne më shumë kemi humbur si vot, jo si përqindje, kemi humbur. Si vot, jo si përqindje. Nash si vot, nash si përqindje, ti ke hup o zotri. Je hin mbal pasakic. Ti nash thuj kështu, nash thuj ashtu. Nuk rrehet njëri një ministër i lëvizjeve të vendosje edhe me dalë kërku vot. Edhe plus ti dalëshe aplozojshe. E kundërstojshe. Nuk e dalë me thonë, po bre ka gabur, na falni sa në këtë rregull, gabon njeri, po ti plus e aplozojshe. E dojshe me kërku vot. Apo pse e ke aplozu, e di, sepse e dim tonë, jo veçon. Shkojna miq. Humbur në Skënderaj, në Dernas, në Prizren dhe në Ferizaj. Këto janë 4 komunat që është humbja më e madhe e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke bërë. Po çto 4 komuna i keni, s'keni tjera. Kështu që çto i keni dhe çto i keni hup. Shkojna miq të tregojmë se pse kanë hup, për çfarë arsye ka hup PDK-ja. Ka shumë. Shkojna miq. Gjitha analizat e nevojshme, sepse ka arrit me kriju një bindje në opinion që organet e drejtësisë janë problemi jo ky. Unë mendoj që atëherë jemi në një fazë ku ne vendosim autokracinë, 7 qershori. Unë dishti që është autokracia, unë s'po fol në fjalën dyta. Ti veç e ke lexu autokracinë se ndish është autokracia, zisha me thonë. Se një dytë në fjallë e folë qëta, autokraci. Po, shkojna miq. Është momenti i premis për Kosovën, është moment historik, apo do na me vazhdu me vend demokratik, a me kalu në autokraci? Ne jemi vend demokratik. Bile, vendi maj por muna me thonë në Evropë që jemi shtet demokratik. Pse e thëmë këto? Sepse nuk ka asë një shtetë, jo në Evropë dhe në botë, që kanë drejta minoritetet më shumë se të na. Ne jemi shumë vend demokratik. O një rënd. Mos shpif. Se që të shpifje, ju kanë pru kujni sot. I keni u 50.000 vota. Që të shpifje, që të mashtrimi, që të rana. Shkojna miq? Nëse Kurti mas 7 qershorit është në pushtet, që nuk besoj që do tjetë, e do të punojnë. A, ti s'beson, por ne besojmë. Që s'beson ti s'është problem. Që, problemi vogël është ai. Sa beson ti dhe këtë gjithë PDK-ja. Sa besojmë ne, kjo diçka tjetër. Shkojna miq? Kjo Kosovë do të jetë autokratike. Nëse ai do të ketë qershorit Kurti. Kosova nuk është vend gjysmë liberal, që i thonë në teori, nuk është vend
plotësisht demokratik. A përshemish, nuk është Kosova plotësisht vend demokratik. Sa keni qenë ju po? Sa keni vjedhë? Sa keni bosh? Sa keni botë? Te keni bosh për përmeni që jeti shumë mirë. Atëherë ka qenë vend demokratik, po. A ka qenë vend demokratik që fëmija s'kan pas shtesa kur keni dhe e qio, apo? Nonat Leona nuk kanë pas pare. Vend demokratik, po. Pensioni ka qenë edhe tërë, po. Rroga minimale ka qenë 130 euro. Vend demokratik, ha? Hajde, ignorant, hajde. Hajde, ignorant, hajde. Shkojna me shkojna. Edhe ne do të ndodhemi në situatë që ndodhëm nga rest, që deri kur Urbani ja u pruni konkretisht në zemër të Evropës Rusinë, so po i do oksigjen Rusisë kur kishte sanksione, deri atëherë Hungarez nuk u kthjellën. Unë mendoj që publiku i Kosovës se ka rastin të diellën, është moment historik për Kosovën, mendo apo do me pas këtë vend alo demokratik apo do me vendosë të bot. Qëre me çështje përkrah Albin Kurti, me çfarë gjithë Kosovën, jo Albin, po gjithë Kosovën, çfarë përkrahje merr me krahazimi, merr me Hungarinë. Kurse ne kemi bo këto ma herët, që jemi shliru për këtyne oligarkëve, për këtyne mashtruzve, për këtyne rancave, për këtyne hojnave, që veç kanë vjedhë për veti, e sen s'kanë bo për shtetë. Plus ka ftyrë me dalë me thonë, mishtë të dashër, unë se kuptoj për si të bolet. Nuk e kuptoj mishtë të dashër. Shkojna, mish, shkojna. Qërë ta është këtë tjetër, i mashtru si tjetër? Qka ka thonë, qka ka premtu që do bënë? Liku që do të bëhet nga Ferizoj në Brezovic, prej Brezovicës në Preval, prej Prevalës në Prizren. Kush e beson këto mishtë të dashër? Për njefri këto, po. Këtë simpatikën e PDK-s, këtë barkë madhen. Teleferik. Populli s'ka pas bëk me hongër këto teleferik. Që këta e kanë nëmë. Po shkojna misë. Tash misë të dashër, shkojnë të ngojmë Arjan Tahirin. Se këtë shire që tyne, dhe me thonë, një për tyneve kanë hupë. Ka hupë dhe këja. Gjithë të vota që i ka hupë. Pse po dhëmë Arjan Tahiri? Sepse përparim Gruda, Arjan Tahiri dhe do tjerë që janë ma të rritë, qas mirë i kam su me vjedhë, qas mirë i kam su me rajtë, sa që populli i ka atu, populli mesëm, Zoti i rujt populli i mi dashër. Pse pëllëm këto? Shkojmë dhe të gjë vitimiq. është i lodhën, është i rëdzun, është i raskapitun. Dhe ka prodhu dronë, ta mërmenja, krejt punë që në të kryne, vesh në ta me tim, a po bloko kjo, po blokon aje. Po çfarë drama e një rëndë? Tregoj publik çfarë drama, kur të shpjegoj, tregoj çfarë drama. Drama që i ka dhonë pare fëmijëve, shtesa fëmijëve, drama që nëna Leona i ka dhonë shtesa, apo që i ka rritë pensionet, apo socialet, apo rrogat, çfarë drama? Nëse për ty jam këto drama, atëherë ti ke u 50.000 vota. Jo, si për të ke u 50.000 vota. Masi Albin Kurti pas ka po drama. Populli nuk për llogarit shto. Populli për llogarit në resh. Kur populli e llogarit në resh, ju ndëshkon. 50.000 vota ma pak. Edhe në për fshatrat e qytetet ku ju, mas shumëti, ju dheshni. Këtu do me thonë diçka është, që shka thonë Rahman Marina, këtu një dreq që ma dhështë. Po s'pedim qka. Po dhe mësojmë. Dhe mësojmë ishte dhashë. Por ti ki obligim me mri konsensusin, ti je aty për me... Po ignorant, e ka, shumë e vërtet, e ka, po me konë me juve? Me juve me bu pazare? Që ju doni terminale, doni ambasador, doni me tashti vllon punë, motrën, ndajën, tezën, kushërinin? Me juve? Asnjëherë. Asnjëherë. Albin Kurti nuk bën pazare me hajna. Me mashtrus.
lom ne. Ne nuk e lom. Promovu bashkëpunim, pozitivitet, Qyshe? konstruktivitet. Jo me usill cirkonstancë. Ti kesh, unë mirë, ti kesh. Ti i keq, i keq, s'ka, ti e i keq, o burr, fit. I keq që ti ke vjedh. Pse të kallëzojmë stash? Haris është i mirë, është i keq. Për duke kanë vjedh thonë, pe e matë madhe dhe e matë voglit. Pe 3% në vendit ja thret. Edhe që ta dalin t'japin moral mishtë të dashër. Që ta dalin t'japin moral. është turpi i botës. Shkona me. Çfarë do bie konstruoj? Pse shkuat në takime me Albin Kurtin? Për me përcjell mesazhin që na jem pro Që na jem super hajna. Që na jem pro hajnis. Që ne nuk e dojmë popullin e Kosovës. Ne jemi që ta. Po do në me thonë, po kjo ndryshon miq. konstruktivitetit, bashkëpunimit, edhe me hap një kapitull 3. Ke hap kapitullin e ri me 50.000 vota ma pak. E mësova, edhe këto. Miq, sot rënë njeri mëson. Po hajde tash miq, të demantojnë këtë mashtrus, këtë rëndës, këtë dëllavergji. Të qyrëm për 5 vite, sa ka deklaru pasuri. Shkojna miq, ky që jap moral, ky ma i rirën për të kë, hajni po do me dalë, hajni njoni për matë muaja, për matë dhejve tyne. Ky ka bashkëpunu me Bedri Hamzën bashkë. Shkojna miq. I ri që dikur ishte nënkretar i Hamzës, del të jetë kursi Nënkretari i Bedri Hamzës, llogaritë tash, po çare s'ka pa kon super hajn. Çare s'ka pa kon super hajn. Shkojna miq. i madh. Arjan Tahiri në vitin 2022 ka blerë banesë në vlerë 118.000 euro si bashkë 22-26 ndërrimin e banesës paraprake dhe kredi bankare. Po atë vit ai ka blerë edhe garazh 6.000 euro si bashkë investim me bashkëshortën, si edhe parking 9.000 euro në emër të bashkëshortës. Në vitin 2022, Tahiri ka deklaruar edhe një vetur të blerë 30.000 euro me kursime e kredi në emër të gruas. Kej këto miq, mrena 4 vite, 22-26 ku jemi tash. A ka mundësi miq një person me bos gjithë të sene, po kjeso kur gju, se vazhdojmë tutje, po thjesht një pyetje retorike që shtojnë. A ka mundësi një politikan, apo një njeri pa marrë parasysh, një firmash me konë këtë gjaj madhë, s'më një bënë këto, mi blenë këto sajnë që ka blenë kë. Amo kë i blenë, sepse ka bashkëpunu me Bedri Hamzën. Normal. Shkojna miq. Në emër të gruas, ai ka deklaruar edhe një banesë 35.000 euro të blerë në vitin 2025. Po këtë vit, ai ka blerë edhe një vetur në vlerë 18.000 euro, që thot separat i ka marrë nga kursimet personale dhe Njeri miq që mas shumëti ka kursi në Kosovë, me 2 vjetë punë, apo 3 vjetë punë, apo 4 vjetë për alom, 4 vjetë punë, pe që bashkëpunon me Bedri Hamzën, dhe më thonë kë qenka njeri maj kursyri në Kosovë. Se nuk ka shonsë s'kum të gju që 45 vjetë i bona në Evropë, asë një Evropian, asë një Norvegjes, asë një Gjerman, nuk i ka të kursime milionat. Të kursime, që këto që e ka argjisë për flasën. Shkona miq. shtetja nga anëtarët e familjes, ndonë se ka blerë banesë, vetura, parking e Më falni miq. Kërë kur s'ka familje, veç ky pas ka. Këtjerve së një më ke familja, këti po. Shumë interesant miq të dashur, a? S'po una diçka, s'po vjen era mirë. Po shkona. Azhën nga kursimet, Tahirit parat e gatshme i kanë mbetur edhe 39.300 Por pos këtyre miq, i kanë met edhe 30 kusur mijë euro.
Ja pra këto e në kursimet me që i ka kursi, bravo i koft. E këtë del t'jep moral para televizore. Këtë del e fynë kryeministrin. Këtë po del hojni tipik maj modhi petrive. Që ata bosa ata e di po shenë ata. Ata kanë vjedh me kilogram, me thas, me çanta. Më në përmeson dhe kjo që ka që rrugën sen. Po, shkojna. 70 euro, ofër 15.000 euro nga pagat e prindërve dhe bashkëshortës, si dhe 2.200 euro në llogari të fëmijëve. Të hyrën vjetore, ai ka deklaruar një herë 14.208 euro si pagë, pa treguar institucionin, pastaj 12.923 euro të hyra nga komuna, 4.950 euro dividenda nga kompania e tij dhe 7.500 euro nga shitja e veturës dhe mbi 53.000 euro ka deklaruar të hyra nga bashkëshortja dhe prindëris. Edhe i ri, edhe i meqëm, edhe korsumtar, edhe hajnë. Në shkojnë të nërë? Ashtë turpi i botës. Ashtë turpi i botës me dalë të në për televizore me jap moral. Deputeti Tahiri në emër të prindërve ka deklaruar pyje, ara, toka, livadhe, kullosa, shtëpi, të gjitha të trashëguara në vlerë 223.000 euro. A mo kretë sa të mishtë dashe që ai pas ka pas, këtë trashëgu më mërë bursa. Interesant, ha? Për si të bëhet mishtë dashe interesant. Mu së mba kërkush kur gjë bre burë. Për pos katerare, Ramet Lija, qëta e ka pos, qëta në kalon, ka katerare për vlazën. 5 vlazën, 20 are. Ti, bravo, respekt. Respekt thojza. Por ndonë se ka deklaruar se banesën dhe veturën e ka mbledhur me kredi. Tahiri nuk ka dhënë asnjë detaj se në çfarë shume dhe periudhe ka marrë këto kredi. Deputeti i Nuk ekzistojnë. Normal. Qa me tregu? Albin E ngore tash bise dhashër, votusin e PDK-s. Qfar thot për PDK-n dhe qfar thot për Albin Kurtin. Shkojna me që lutëm. Kurti është Muhammed Ali i politikës në Kosovë. Është bish politike, ku të shërojnë me bind qytetarin. Kemi humbur në Skënderaj. Kjo kemi që vesa mi të regu se qka thot votusi. Këta dim tonë, kena ndëgju tonë, e dim tonë, e vesa mi të regu se qka me ndonë votusit tina edhe pse kanë hupë. Sepse nuk i kanë llogarit Albin Kurtin si qytetar të nëshëm, si kryeministët të nëshëm, po i thëshin Albin Serbia, e shumë tjerë. Që s'po du me fligjgojnë se marë, po vjen mu, mi thonë këto fjallë vetë. Mi se dashur, kjo është e vidje për sot, Zotë ju rujt pozit, opozit, mire pashëve të radhës, respekt për se cilën.